Prokuria themelore e Shkupit ka hapur procedurë kundër 5 personave, mes tyre edhe ish zëvendësministri i Bujqësisë Trajan Dimkovski. Ata dyshohen se me raporte të rreme i kanë shkaktuar dëm shtetit në vlerë prej 780.000 euro. Sipas prokurisë, ata si bashkëkryes kanë kryer veprën penale keq përdorimi detyrës zyrtare dhe autorizimit. Të dyshuarit e kanë keq përdorur detyrën zyrtare përmes moskryerjes së obligimeve të tyre dhe ndonë se ishin të detyruar ta njoftonin qeverinë për gjendjen faktike në ndërmarrjen publike. Agroberza Shkup konkretisht se kishte mungesë të paarsyeshme të grurit, merkantil dhe elbit, ata kanë dorëzuar të dhëna dhe informacione të pasakta. Me këtë veprim ata kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për rezervat shtetërore. Një prej të dyshuarve, si ekspert i angazhuar nga Byroja për Vlerësim, kishte përgatitur një raport të falsifikuar i cili ishte miratuar nga qeveria. Raporti është pranuar nga qeveria, pas së cilës Agjencia për Rezerva Shtetërore në Shkup është obliguar të heqë nga evidenca 1500 ton grur merkantil dhe 500 ton elb për ushqim të bagëtive, me vlerë totale 473.365 euro. Kjo shumë përbën dëm ndaj buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Prokuria njofton se me që vepra procedohet në procedurë të shkurtuar, tek gjyqtari i procedurës paraprake është dorëzuar propozim për caktimin e masave të kujdesit, si marrje e pasaportave dhe paraqitje e rregullt në gjykatë për 5 të dyshuarit.